Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka njoftuar një zhvillim të rëndësishëm në procesin e kërkimit të drejtësisë për ish pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pas miratimit të rezolutave në Kuvendin e Shqipërisë dhe Kuvendin e Kosovës që kërkojnë një proces gjyqësor të drejtë dhe transparent. Ky angazhim ka marrë një njohuri ndërkombëtare. Nëpërmjet një njoftimi të shpërndarë në rrjetet sociale, OVL UÇK ka theksuar se me iniciativë të veprimtarive të njohura Sali Bislimi dhe me mbështetje të komunikimeve ndërkombëtare, një rezolutë e mbështetur nga 30 deputet zvicerian është dorëzuar në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Ky akt është bërë në praninë të kryetarit të OVL-s UÇK-s Hysni Gucati dhe është konsideruar si një hap simbolik rëndësishëm për respektimin e standardeve ndërkombëtare të drejtësisë dhe për të siguruar një proces të paanshëm dhe të drejtë për ish ushtarë të UÇK-s. Ky veprim është një vazhdim i angazhimit të organizatës në mbrojtjen e vlerave të luftës çlirimtare të Kosovës dhe të drejtave të atyre që morën pjesë në këtë luftë. OVL UÇK ka theksuar se do të vazhdojë të angazhohet në çdo nivel si kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar për të siguruar drejtësi të barabartë dhe për të mbrojtur integritetin dhe dinjitetin e luftës çlirimtare të Kosovës. Ky zhvillim tregon se kërkesat për një gjykim të drejtë dhe të paanshëm po marrin mbështetje të gjerë në nivel ndërkombëtar dhe se çështja e drejtësisë për ish pjesëtarët të UÇK-s vazhdon të jetë një temë e nxehtë dhe e rëndësishme në politikën ndërkombëtare.